Të mos provokohemi nga gjestanti sportive, nga lojtarët sërbë. Nuk e di Se do provokojnë ata. Jo, në minutën e 91 kur shënoi golin Kolarovin në vitin 2015, mos gaboj, ata provokuan dhe festuan me tregishtat. Me tregishtat. Po, që tregon masakrën, një masakër. Janë provokatorë. Të kanalit tim të YouTube-it ju Virologu, sot do të flasim në podcastin tim të parë, bëjmë muhabet. Një titull aq i thjesht, por dhe interesant. Do të themi çfarë na mbarku, do ta themi pa filtra kështu. Mendova shumë titull interesant, por fundja në gjithë këto titull që mendova ti vendos ti podcasti. Çfarë do të bëni? Muhabet. Që kështu bëjmë muhabet, është një podcast i shkurtër, por bio. Sot përballë meje kam të ftuar një shokun tim. Do thonë ju, po ti në podcast shoku fton no. Çfarë ka mund që shokun e kam gazetar? Sot përballë meje është gazetar mirënjohur por gazetar Redi Dandallaku. Faleminderit për ftesën. Faleminderit valla, faleminderit. Mos e bëj kaq zyrtare tash. Po mirë, me shokun më fol siç flet në kafe. Ti lëvron në shumë fusha. Në sport, në histori, dhe duke përkujtuar edhe figurat historike të qytetit tonë. Edhe ekonomi, më thënë. Një studimet e tua i ke mbaruar për ekonomi dhe turizëm, por për mua je një shembull për të ndjekur. Sepse je një gazetarim mirëfillt, ku pasi të shkruaj artikullin, përdor më shumë se sa burime, shumë burime. Pra, i vendos filtra. Tani ti edhe të kam thënë unë që ti je negativ si njeri kështu. Në marrëdhënien tonë. Në marrëdhënien tonë, po si gazetar shumë i mirë. Gasmoj ty jam negativ. Kur gasmon, po si gazetar je shumë i mirë. Do them që je një gur themeli i gazetarisë moderne, po gazetar. Na ngritet shumë tani. Për moralitetin them. Po këse më dhe do një lekë edhe ta thash. Po e pranoj. Faleminderit. Tani qëndrojmë në thelb, i biem në thelb. Do flasim për ndeshjen Shqipëri-Serbi. Kryesorja e javës. Tani shumë gazetar, shumë folës duan t'ja heqin këtë përmbajtjen historike kësaj ndeshje. Më fal. Po. Harrove ta përmendësh këtë ambientin që kemi marrë me qira. E kemi marrë. Me qira nuk e kemi marrë ne, po. Shiko. Na i tha dikush bëni aty, megjithëse për momentin s'kemi ti, nuk e. Shiko, do thoni ju po shumë bukur. Fal, e dëgjova atë në fond. Do na bie shiu. Një mu. Ishte një lop aty që na përshëndet. Shiko, do thoni ju që ne kemi përshëndesim. Lopa. Shiko, në pamundësi për të pasur një studio, nuk është se kemi zgjedhur për natyrën, po në pamundësi për të pasur. Pamundësi ose s'kemi, këto kemi. Po e veçantë, që ka veçantë, pra podcasti jon do jetë vetëm në stilin e verës. Se këtu në dimër s'kemi ku të futim kokën. Që kështu ky podcast do të ketë sa javës gjatë vera këtu në Bogradec. Sa kori kush ka 4-8 njerëz bjeshi 7. 7 puntata do të jetë ky podcast. Gjatë dimrit do të mbledhim informacion dhe do ta nxjerrim prapë në behar. Po bukur seriozisht. Jo më është më mirë se shumë bukur na mbytën mizat valla. Se janë të stinës to hajde. Ti kishim marrë ndonjë zhabë këtu nga ato që e fikin me gjuhë kështu. Na bën të punë. Hajde, do ta kalojmë mirë. Do ta kalojmë. Redi, mi ke qenë. Po mirë, në përgjithësi mirë, e ditë janë ditë për ditë kafen, bashkë, natë për natë, si thotë, pas dite për pas dite bashkë jemi. Bashkë. Pim kafen, flasim për sportin, për jetën e përditshme, për punën. Po, jo kaq transparent. Po mirë. Tani do të flasim për ndeshjen Shqipëri-Serbi. Kryesorja e javës. Në datën 7. Ne harrojmë çdo gjë kur bëhet fjalë për futbollin, sidomos për Shqipëri-Serbi. Harrojmë çdo gjë në shqiptarët. Është e vërtetë, edhe unë edhe ti. Ashi i gjithë fokusi i kombit është në datën 7. U luhet super ndeshja Shqipëri-Serbi. Një ndeshje
që është më shumë se një ndeshje. Sigurisht. Ku ka dhe ngarkesa historike kjo ndeshje. Ku ne si komp kemi pasur gjithmonë përplasje Në anë geopolitike. Por nga gjithë kjo ngarkesë historike, ne si Shqipëria apo Kosova përfundimisht e kemi fituar luftën me Serbinë. Është fituar që në 99-ën, pas me pavarësinë e Kosovës. Kjo pjesë besoj se është dhe në fund njëre mirë. Po. Është dhe në fund njëre mirë dhe nuk ka nevojë për debat. Nuk duhet të kemi kaq shumë ngarkesë historike në këtë ndeshje. Pas ngarkesë historike, më shumë nëse shumë të dohet psikologjike besoj. Po. E kemi fituar luftën pas shka se në Kosovë janë akoma plak të freskëta nga ai regjimi i Miloševićit. Vërtet. Por sot që flasim, Kosova është një shtet. Kosova sot është e pavarur, sovrane dhe e lirë. Është një shtet i pavarur dhe jemi në një realitet krejtëndryshe ku në Ballkan janë 2 shtete shqiptare. Është e dhimbshme për ta parë. E dhimbshme për ta parë, po ndoshta mund të ndodhte me keqja ku Kosova mund të ishte pjesë e Serbisë, siç është Presheva. Po. E kupton? Kuptoj. Do të flasim për ndeshjen më shumë tani. Duke parë në letër, duke krahasuar lojtarët e Shqipërisë dhe të Serbisë. Në letër Serbia është më e fortë. Si në vlera, lojtarë është ashtu edhe në element, është shumë e fortë se në. Temi realitet. A do ndikoj faktori fush? Faktori fush është kryesori. Faktori tifoz janë kryesorët. Edhe pse Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë një lojë të pisët, për mendimin tim, jo vetëm për mendimin tim, por të gjithë gazetarëve sportiv apo sportazhëve, pasi ka bërë një lojë të tillë themi thonjza, duke i shitur biletat në mënyrë elektronike, dhe kjo është parë nga tifozat kuqezi apo grupe të tjera të ultrazve që mbështesin kombëtarën në çdo ndeshje, si jashtë vendit edhe brenda. Dhe e kam parë këtë mënyrën e shortit elektronik për marrjen e biletave, e kam parë një mënyrë dashakeqëse nga Federata, në mënyrë që ata mos të jenë të pranishëm në stadium. Kjo besoj se është marrë nga Federata, kjo masë është marrë nga Federata Shqiptare e Futbollit për faktin sepse ata duke parë trazirat e Beogradit në ndeshjen që ne fituam 3-0 në tavolinë, shkak të trazirave, duke parë trazirat e Beogradit i druan edhe ata një histori të ripërsëritur. Por në fakt kjo nuk ndodhi, sepse ne luajtëm në Elbasan dhe kjo nuk ndodhi. Ishte edhe ajo deklarata e famshme që ne humbëm në fush, por fitoi qytetaria. Mirë, deklarata mirë, qytetaru treguam. Vetëm himnin vërshëllyen këta tifozat, i gjithë stadiumi, kurse ne atje u përballëm me masakrën e dhunë. Mund të kishte edhe viktima ajo. Po sigurisht, mund të kishte viktima. Ajo ndeshje për fatin ton të mirë. Dhe kjo nuk vjen nga tifozi, kjo vjen nga politika. Kjo vjen nga disa huliganë serb, nga ai i famshëm, nuk jam më i mend mirë emrin, ai Bogdanović, vjen nga Bogdanović, vjen nga huliganët, vjen nga politika, kjo nuk vjen nga tifozët. Popujt mes tyre duan. Popujt mes tyre zakonisht duan. Shpesh kam vënë re që vi dhe turistë serb në Shqipëri. Kemi plot turistë serb. Unë kam punuar kamarier 3 muaj në Velipoj dhe ju kam shërbyer. Kanë qenë një popull tani pa dera nuk ka, e kupton. Po normal. Por që ajo çka paraqitet në media është krejt ndryshe kur e shohim në realitet. A duhet të luajmë me zemër si Partizanët apo me tru si Generalët? Pyetje shumë e bukur. Në për filma e ke parti që Partizanët Partizanët dhe sulën ata, pavarësisht se këtë kërcet topi, edhe në 20 del vetëm një i vrarë. Është më betin, ai ka propagandë, por që shikoj, ne duhet bëjmë si General. Generalët janë të mos provokohemi nga gjesta antisportive nga lojtarët serb. Nuk e di më. Se do provokojnë ata. Jo, në minutën e 91 kur shënoi golin Kolarovin vitin 2015, mos gaboj,
ata provokuan dhe festuan me tregishta. Me tregishta. Po, që tregon masakrën, një masakër. Janë provokativ si lojtar. Sporti i ka këto. Po sigurisht. Paralelisht e shumë gjëra. Edhe mund të provokojmë, Duhet të ruajmë gjatë. Nuk besoj sepse ata do porositen, sepse është edhe një tjetër element, është një moment historik në marrëdhëniet gjeopolitike Shqipëri-Serbi, duke parë që edhe federatat po shkojnë shumë mirë, pavarësisht se unë nuk jam i dakord shumë me këtë mendim, sepse kjo federata jonë është për qarallin, por për tek saj, ngelemi tek pyetja, ne duhet luajmë si generalet. Dhe në skuadër kemi general. Po, cilat janë ato general? Po general kemi kryesor Gjimshiti. Kapiteni ton Berat Gjimshiti është super general. Kemi Arlinda Jetin. Po. Shumë saktë. Kristian Aslani. Qazim Laçi është rikthyer në një general. Lojtar me karakter. Është rritur shumë në vitet e fundit. General tjetër. Pse mos themi Daku? Edhe pse është impulsiv, kam bindjen se do provokohet. E ka vojtur atë. Ka marrë të marrë një karton të kuqe. Dashtë zoti jo. Sepse ka dhe një histori personale. Po, ai djalë prej Kosovë, ku serbët ja kanë ndjekur shtëpinë. E vërtet e kam lexuar në intervista dhe e kam povuar me gojën e tij. Po. Kam parë. Por duhet luajmë si generalët dhe çunat i kemi, që luajmë si general dhe me pak Partizan lek brenda. Çdo të thot Partizan lek. Po, kur të jetë momenti që duhet të sulmojmë fiksi Partizan, nuk duhet të druhemi. E kam vënë shpesh që është i kujdesshëm Silvio, në sul. Shumë. Është i kujdesshëm. Shumë. Më duket sikur s'do të bëj gol. Ai është brazilian, ai ka luajtur me Barcelonën, ka luajtur me Arsenalin, ka luajtur. Nuk po e tregon atë shpirtin luftarak të brazilian. Po tregohet më shumë italian se sa brazilian. Ai ka luajtur me skuadra që bëjnë spektakël, po luan si Simone Inzaghi Inter. Nuk e di. Ai më shumë po tregohet italian. Nuk e di, skema që ka zgjedhur vet, ai ka një karrierë. Një skemë që po ai ka një karrierë. Për vendimin tim është dështim. Ai ka një karrierë të gjatë. Po prapë e aplikon. Ai ka një karrierë të gjatë super. Ne kemi arritur sukses me ata. Lojtar shumë i madh. Kemi kualifikuar në Euro 2024 mos gaboj. Edhe kemi marr fitore historike kundra Polonisë, kundra Çekisë. Ai ka thirrur, ai ka bërë një zgjedhje që shumë trajnerë përpara nuk arritën as ta përmendin si emër, jo më ta afronin skuadrën Yasir Hasani. Të gjithë jemi të çuditur me golat e Yasir Hasanit. Unë kam ndjekur personalisht Yasir Hasanin edhe prej punës që kam bërë. Ti si gazetar, këtë lojtar Yasir Hasanin, po, e kam ndjekur. E ke ndjekur shumë sa vite ka qenë pjesë e Partizanit, e ke ndjekur tek stadiumi Gjergj Kyçyku kur Partizani zhvillonte fazën përgatitore. Dhe e njeh shumë mirë nga afër. Jo vetëm atje një herë kam patur mundësi, në sa mbaj me ata shkoj, unë kam parë në Superligën shqiptare. Ishte talent i madh. Si lojtar ishte kapriçoz. Do të them një episod. Luciano Moggi, kur ishte pjesë e Partizanit në një rol drejtori, ka thënë diçka për Yasir Hasanin që ky lojtar do bëhet i madh diçka e tillë, por nuk më duhet ta shikoj të hyj në Google ose të googloj për ta parë sepse çfarë ka thënë më drejt. Domethënë imagjinoj Moggi që ngriti Juven edhe rëzoi. Personazh i cili ka parë shumë futboll, ka parë shumë talente. Po, Moggi që afronte Nedved në skuadër, afronte Trezeguet, afronte Del Piero, afronte lojtarë të mëdhenj tek Juve, ka folur për Yasir Hasanin. Yasir Hasani është ai lojtar që Silvinho e afroi dhe na dhuroi 2 gola spektakolar me Poloninë dhe me Çekinë. Po. Do të flasim për të unë i besoj kësaj ore letrës, nuk i besoj mendjes, i kam shënuar këtu si punë e Oldës. Unë i besoj kartës. I besoj kartës unë. E dashur lejt, qef. Tani do flasim për Muçin. Po. Për Muçin kemi një ndjesi të veçantë për shkak se ai është përgatëtar. Po, nga fshati Çirav, dhe që na krenon të gjithë. Unë kam pasur fatin që kam ndjekur ndeshjen Hungari-Shqipërinë Elbasan
Dhe në momentin që janë futur në lojë dy pokretësar, Hoxhallari dhe Çekiçi, kishte emocion më të madh të shikoje dy pokretësar që luanin me kombëtare. Nuk më vjen mirë ajo zgjedhje që bën me Muçin Silvinho. Muçi është një lojtar që tek Beşiktaş në Superligën turke aktivizohet her po, her jo, her në formacion, her futet në minutën e 60. Pak rëndësi ka, është një lojtar që edhe po tysh në transfer market, flash score atje ku këta scouterat e mirë matin notat e ndeshjes ose këta analistët e ndeshjeve bën analizat, Muçi ka notën gjithmonë mbi mesatare ose mesatare. Shumë rrallë bën ndeshje jo të mira. Muçi ka dy konkurrent, ka Hoxhën, Arber Hoxhën dhe Nedim Bajramin. Arber Hoxha luan në një kampionat shumë të dobët sa i turk, në Superligën kroate me Dinamo Zagreb, kur shikojmë kohët e fundit që nuk aktivizohet shumë. Për sa i përket Bajramit luan në Skoci, jo një kampionat kush e di se çfarë, por luan me Glasgow Rangers, kohët e fundit e ka humbur fare minutazhin. Jo sepse Muçi është pogradecar, por unë do doja që në këtë ndeshje një midis Muçit dhe Arber Hoxhës të ishte formacion. Madje Arber Hoxha ditën e djeshme në media ka deklaruar që unë i fal 3 pikët me Letonin vetëm për të fituar me Serbinë. Imagjinoje sa i motivuar është ai djalë për këtë ndeshje. Mund të jetë i motivuar 120%, duke ditur që Hoxha të paktën përballon 65 minuta. Edhe Muçi përballon 65 minuta. Në qoftë se ne më vonë kemi avantazhin e rezultatit, mund ta aktivizosh Bajramin, Hasanin ose dikë tjetër, nuk e di. Ky është mendimi im. Bajrami nuk e ka atë pozicion që e fut Silvinho. Nuk e ka. Bajrami është mbrapa sulmit. Analizë shumë e saktë. Mbrapa sulmit, por jo në krah. Po. Ai ka kohë që nuk e po ai nuk ka minutazh, ka pasur një dëmtim. Nuk e vjen në pozicion natyral më valla. Se sforcon kaq shumë sepse është super lojtar. Jo. Ka dhënë super emocione. Super. Por unë them midis Muçit dhe Hoxhës dhe mendoj që Arber Hoxha duhet të jetë formacion. Jo, nuk them ta heqi Bajramin, ta vendos në pozicionin e tij natyral. Zgjidhje do jenë të trajnerit dhe në fund edhe përgjegjësia do jetë e trajnerit. Cili është formacioni ideal për ndeshjen me Serbinë sipas teje? Në media ka dalë formacioni, në këto gazeta sportive të shkruara dhe online. Po Strakosha është në formë. Në qoftë se do luajmë me skemën klasike që po luan Silvinho, 4-3-3 mos gaboja apo 4-2-1-3. 4-2-1-3. Lojtarët të cilët sipas teje mendoj do të ishin Chelsea i fitores. Po. Unë jam klasik i skemës 4-3-3. Do doja edhe me 3-5-2, por nuk kemi mundësi nga krahët me 3-5-2. Krahët e mes fushës. Më thënë 3-5-2, për shembull siç lojtë Interi që luan me Dumfries dhe Majtas më ndihmon Dimarkon. Nuk kemi. S'luan do Tysa apo Balliu, vetëm Mitaj mund ta ndihmojnë dhe s'kemi kush luan këtë. Edhe Jasir Hasani nuk mund ta tregjesh poshtë. Nëse skema më saktë për mua do ishte Strakosha, krau i djathtë Balliu, nuk ve bazë dot për Ysajin. Duke se këtë Balliu ne kemi nga Pogradeci ti. Balliu me origjinë janë këtej nga Mokra, por gjyshit i ka lindur në Spanjë, thonë. Nëse. Vetëm Pogradeci një Balliu. Pa kemi dhe edhe pse nuk kam parë un Balliu. E kemi një Pogradecar. Shumë pak kam parë Balliu. Pavarësisht se gjyshi i ka lindur. Shumë pak. Pra them nuk e dim drejt me thënë, nuk e dim historinë as Pogradecar. Balliu, Gjimshiti Ismaili sigurisht, sepse Ismaili është në balotazh me Ajetin, sepse edhe me Kumbullën sigurisht, por Gjimshit më fal. Ismaili është në balotazh me Ajetin, por Ismaili është më i sigurt. Ismaili duke kujtuar që merkaton e janarit kërkoi nga Napoli dhe Juve për luajtur lojtar stabil formacioni. Dhe mendoj Ismaili, Mitaj, në mes fush si gjithmonë Aslani me Laçin që nuk diskutohen, dhe mendoj t'jepet mundësia Ramadanit, edhe pse disa ndeshje të fundit nuk ka qenë shumë mirë, por Ramadani. Dhe do mendoja treshja e sulmit. Krau i djathtë Broja, që mund të them që Broja ylli i Shqipërisë. Është ylli për momentin dhe ylli në rritje. Do ishte mirë edhe këtë verë të ndryshonte skuadër që me 101% do ndryshoj skuadër, do i nga Chelsea, përflite për tek Milan. Broja në kraun e djathtë mund ta shkatroj kraun e majt serb dhe mund të shërbej mirë për dakun në qendër
Në krahun e majt jam për Arber Hoxhën. Po vjen keq, por Muçi dua të aktivizohet pjesë e dytë. Ose edhe mund të jetë Muçi, Në qendër të sulmit kë qendër preferon? sulmit Daku, sepse e di pse them Daku. Jo për historinë, sepse është shqiptar i Kosovës. Jo për këtë. Ai po kalon, është ka shtat lart, duke ditur që edhe Serbia ka lojtar shtat lart. Po kalon një formë shumë të mirë sportive me Rubin Kazan në Rusi. Një formë të mirë sportive po kalon edhe Rej Manaj. Por Rej Manaj fatkeqësisht nuk është në 100% e tij, është i dëmtuar. Ka probleme. Unë do doja Manaj. Sepse Manaj edhe pse është shtat shkurtër, Manaj mund të mbajë edhe 2 lojtar shtat lart, 2 mbrojtësa qendror shtat lart. Ka shumë fuqi, treq shumë mes fushorët apo sulmuesët anësori treq shumë për në sulm dhe krijon rastin e golit. Ky është formacioni im ideal. A është Shqipëria më motivuar kundër Serbisë se kundër çdo kundërshtari tjetër? Sigurisht është më motivuar se kur. Mos them që jemi më motivuar se në Beograd, sepse në na dhembe dhe ajo humbja në Elbasan 0-2. Edhe jemi më të motivuar se kur, se edhe më shumë se çdo lloj kundërshtari. Në Shqipëri. Por edhe frika e lojtarëve në vetvete do jetë, sepse luajmë ka shumë presion. Luajmë përballë publikut të tyre, nuk ka asnjë tifoz serb. Dhe ne shqiptarët e kemi për zakon që në qoftë se humbim qoftë edhe 0-1, pa le të humbim 0-2, 0-3 ose 1-2, 1-3, themi ju kështu, ju ashtu, jeni kaq të dobët, kishit 30.000 veta në stadium. Edhe frika do jetë, por besoj se Silvinho do ta bashkë me stafetin, po Silvinho edhe kapitenët liderat Gjimshiti, Laçi, Ramadani, Aslani Ismaili do ta motivojnë ekipin për mirë dhe nuk besoj se do ketë aq frikë saç mendohet. Shpresoj dhe besoj që mos ketë gjeste antisportive nga ana e lojtarëve serb. Po unë nuk jam profet, të ta them. Nuk po të them që është e pritshme, sepse për 3 pika ata bëjnë gjithçka. Sepse me humbjen hipotetike mund të themi në Tiranë, ne na zbehet shumë vendi i dytë të faktë se vendi i parë është i siguruar nga Anglia. E fillojmë shumë keq, nëse të paktën mos marrim barazim. Pavarësisht se në mendjen tona kemi fitoren, kështu, nuk e diskutojmë. Po. Dua të kujtoja të fitoren me Greqinë të Shqipërisë. Ishte spektakël. Sepse Greqia vinte si kampion e Europës. Po sigurisht. Dhe ne fituam. Me një fitore historike me 2 gola shumë të këndshëm. Një ishte fantastike Adrian Alia dhe tjetri i Muratit. Një gëzim i gjithë atij kombi anë mban botës. Tani, cila mund të jetë strategjia e Serbisë për të fituar ndaj Shqipërisë? Strategjia ata do prekin pjesën e presionit që kemi ne për ta fituar këtë ndeshje. Do ta shfrytëzojnë maksimum këta. Mendoj se edhe do përplasen, për shembull, jo të gjithë lojtarët, nga 24 lojtarë, 25 që mund të ketë kombëtarja serbe, 2-3 mund të jenë lojtarë që bëjnë gjeste antisportive. I kenë çdo ekip, por në Serbia mund t'i kesh më shumë. Për faktin sepse ndeshja luhet mes Tiranës, ata kanë inatin e dronit, kanë inatin e humbjes të 3 pikëve në tavolinë. Kohët e fundit, çështja Kosovë-Serbi përplasjet midis kryeministit Kurti dhe Vučić kanë qenë më dha. Edhe pse do organizohet Europiani Under 21 midis 2 federatave shqiptare dhe asaj serbe, nuk është aq e lehtë që këto marrëdhënie të sheshohen. Do shumë kohë. Për të mos thënë ku e gjeti kam? Ku e gjeti në erdhin gret. Çfarë kështu? Jo mirë ambiental por imi, do t'i durojmë këto. Ore, le të kaloj po isha. Do ta kthej përgjigjen sa ti kjo. Iku, gjeti nektar. Do zoti mos ma pickojnë në valedi. Gjeti nektar. Okej. Gjeti nektar këtu afër. Po, edhe lopante. Lopa po ikni ose na mërzitet. Edhe do duhet shumë kohë për t'i sheshuar marrëdhëniet. Është e vështirë, por ne po flasim sport, sporti gjithmonë bashkon.
Pra mund të themi që Shqipëria nuk ka super yje në letër. Kemi lojtarë shumë të mirë. Super yje mund të flasin për brojë. Por ka shpirt skuadre. Ka shpirt skuadre dhe lojtarë që luftojnë me njëri tjetrin, luftojnë për njëri tjetrin dhe do të na çojnë në qellin e 7 atë ditë. Kënaqësia do të jetë shumë e madhe nëse fitojmë, do të jetë maksimale. Të marrësh 3 pikë në Tiranë kundër Serbisë pas kaq shumë kohësh që nuk e shikojmë kombëtaren. Edhe unë po të them, është ajo 0-2 në Elbasan është akoma e freskët. Pavarësisht se ne me dron ja kemi marrë 3-0 me një dron të ballistë Morinës. Shiko, jo, nuk e se kemi marrë me dronin, por nëse mund ta merrnim edhe me lojë. Ishim shumë mirë. Lojtëm 100 më mirë se sa në Elbasan. Kjo e përket së shkuarës. Por ata tifoza aq të irrituar do ta gjejnë një shkas për të qenë antisportiv. Po. Unë po të them, unë jam 100% i bindur. E kam akoma të freskët. Nëse luhet sërish në Beograd, ajo do jetë. Vetëm ajo s'ken do jetë. Vetëm nëse merren masa. Pavarësisht se masat ishin marrë, por nuk policia serbe ata nuk reaguan në mënyrën si duhet. Nëse ta harrojmë atë natërët. Po. Ne u ndjem krenar nga ajo autokton aty. Shqipëria e madhe, Ismail Qemali, Sa Boletini. Ku ka më bukur? Emocion. Siç e ka thënë dhe Shako Hoxha që çfarë ishte natë Shako na tregon, çfarë ishte ai flamur. Flamuri më i bukur në botë Alban. Po, është epike. Tani pyetja e fundit. A mendon se nëse fiton Shqipëria, për një ditë do jemi të bashkuar? Dhe pasaj sërish do të zihemi për një, pse më shikon? Kjo është çka ke shikon? Edhe kjo si pyetja e para e dytë që bëra shumë e bukur. Shiko, natyra e shqiptarit është e tillë që e ka këtë, pse më shikon, pse më zure kaq tokë, pse bëre këtë, pse bëre. Edhe gjëra, ne kam gjëra të vogla. Ama ditë do jemi të bashkuar. Këtë datë me siguri do jemi shumë të bashkuar edhe do ketë më shumë shqiponja, më shumë flamuj kuqezi në Facebook se sa çka parë do njëri historia. Aq shumë do ketë. Mos nga politika njëri. Një gjë e bukur të bashkohemi të paktën për një ditë. Po sigurisht. Jo, shqiptarët kanë qenë të bashkuar, nuk kanë qenë gjithmonë të ndarë. Ka patur raste historia kur shqiptarët kanë qenë bashkuar, por kombëtarja na bashkon gjithmonë. Faleminderit miq që pat deri në fund këtë podcast interesant. Siç e tham në fillim, çfarë na kishte barku e nxorë, më tham. Bëm dhe muhabetin apo një goj, bëm muhabet. E do bëjmë muhabet në sportin më shumë. Për sportin. Më disa tema, por për sportin. Faleminderit Mariti. Faleminderit. Bëv sot dita $1.000. $1.000, shumë e ke, ule pak. 500 lekë të prish. Jo, se 500 janë shumë mirë. Sa? Më 700. Okej. Faleminderit edhe ti për ftesën. Faleminderit. Me që isha unë i pari, edhe suksese. Sepse je një djalë me vërtet i talentuar. Faleminderit. Për teset kam shok. Ta them, unë ta them çdo ditë. Edhe unë ta them gjithmonë. Ti mund të jesh negativ, por je gazetar i mirë. Hajde. Faleminderit. Edhe fitores. Nga unë Juri Gjirologu, shihemi në puntatën tjetër.